Mbrojtja ligjore e Kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj po përgatit ankimimin në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njerëzit në Strasburg, duke pretenduar se gjatë procesit të tij janë cënuar disa të drejta themelore të garantuara nga Konventa Evropiane. Avokati britanik bëri të ditur se ai dhe ekipi të tij kanë zhvilluar takime me Veliaj në ambientet e paraburgimit në Durrës gjatë 2 ditëve të fundit, ku kanë punuar për përgatitjen e aplikimit. Sipas tij, puna do të vijojë edhe në fillim të muajit shtator. Aspektet kryesore të ankimimit janë mungesa e arsyeshme e masës së sigurisë, pjesa e prezumimit të pafajësisë, argumentet e gjykatave më të ulta që kanë minuar garantimin e këtij parimi, vonesa në shqyrtimin gjyqësor të masës së sigurisë, mohimi i të drejtës për të pasur përfaqësim ligjor të zgjedhur, si dhe mangësinë e pjesëmarrësve efektiv të zotit Veliaj në proces, deklaroi Brandon. Avokati britanik e cilësoi të pajustifikueshëm mbajtje në paraburgim të klientit të tij, duke argumentuar se masa e sigurisë nuk është as e nevojshme dhe as proporcionale. Mendoi se ndalimi i tij është i panevojshëm, jo proporcional, i palishëm, dhe ai duhet të lirohet menjëherë në mënyrë që të vijojë ushtrimin e detyrës për cilën është zgjedhur. Në të njëjtën linjë u shpreh edhe avokati Plaren Dreca, i cili kërkoi që gjykata e lartë të zbatojë orientimet e dhëna nga gjykata kushtetuese dhe të argumentoj nëse ekzistojnë arsye që justifikojnë vijimin e masës arrest në burg, apo nëse mund të zëvendësohen masa të tjera sigurie më pak kufizuese. Gjykata e lartë duhet menjëherë trajtojë të gjitha ato çfarë gjykata kushtetuese ka parashtruar në vendimin e saj, në mënyrë që të dalë me një vendim të tillë që të jetë proporcional. Dhe vendimi më proporcional lidhet me detyrën që ushtron zoti Veliaj është ajo i lirimit dhe e krimit mundësisë për të shtruar detyrën e tij. Ndërkohë, gjykata e lartë ka caktuar datën 15 shtator për gjykim të çështjes së masës së sigurisë ndaj Erion Veliajt, seancë që pritet të jetë përcaktuese për vijimin e statusit të tij procedurial.